Këto vdekje që ndodhen, na shumë mirë e dim, nuk është shumë çështje edhe te gjithmonë kemi kritikuar inspektoratin e punës që nuk ka kapacitetet mjaftueshme, ma shumë është edhe vullnet politik. Para disa vjetëve ne kemi pas një raport ku i kemi trajtuar vdekjet në vendin e punës, e ka pas emrin vdekjet e heshtura, se kryesisht edhe heshtën është edhe ma problematike kur ato ndodhin në sektorin jo formal ku edhe inspektorati i punës nuk ka qasje, që mandej edhe numri nuk është veç 19, që edhe ati po shkon edhe shumë ma shumë, që diskutojmë shumë shpesh edhe me zotrin Jusuf, është shumë e rëndësi me u theksu që drejtat e punëtorëve nuk janë veç çështje ligjore, janë shumë ekonomike, janë shumë sociale dhe shumë për një dignitet të gjithë neve. Këto vdekje që ndodhen, na shumë mirë e dim, nuk është shumë çështje edhe te gjithmonë kemi kritikuar inspektoratin e punës që nuk ka kapacitetet mjaftueshme, ma shumë është edhe vullnet politik. Na jemi të folë sot për një institucion publik edhe ku informatat janë shumë atëqashme, ndërsa kur bëhet fjalë për sektorin privat, shumë shpesh edhe nuk i dim edhe nuk i kuptojmë. Kemi shumë punëtorë cilët na vinë. Këto janë aksidente, për shembull na kemi pas këtë 4 shëmë fatale ku është vdekje që ndodhin për shkak të rrëzimeve, vdekje që ndodhin për shkaqeve në kek këto elektrike, janë edhe 2 ose 3 tjera. Mirë po, janë edhe pjesë të tjera, janë një mungesë një listë të smundjeve profesionale që lidhet direkt me Ministrinë e Shëndetësisë, e cila mungon edhe sot janë vdekje të përditshme, të cilat as nuk muj me izbulu, as nuk ka mekanizma ku na mundëm me shku edhe me pa se për çka jemi të smut ose për çka jemi të vdek, edhe qysh me parandalu këto. Kjo shkon veç për shkak të mungesës së vullnetit politik i cili po ndodh tash e shumë vjet.